Shumë fëmijë të moshave 1 vjeç dhe 5 vjeç që përfshihen në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor në Korçë, ende nuk e kanë kryer vaksinimin apo rivaksinimin MMR, që i mbron nga sëmundjet e fruthit, rubeolës dhe shytave. Arsyet e moskryerjes së kësaj vaksine lidhen me frikën se kjo vaksinë shkakton autizëm, por sipas mjekëve një gjë e tillë nuk është vërtetuar asnjëherë shkencërisht. Mjeku pediatër Theodor Disho i bën thirrje prindërve të ndërgjegjësohen dhe të çojnë fëmijët në qendrat shëndetësore për të kryer vaksinën sipas kalendarit të vaksinimit. Ekziston është një problematik që ne hasemi çdo ditë për sa i përket kalendarit vaksinimit dhe sidomos vaksinës së fruthit. Jo vetëm nënat, po dhe familjarët e tjerë janë të interesuar për pjesën e bërjes së kësaj vaksine. Dhe e shohim si shqetësim për arsye sepse një numër shumë i madh i fëmijëve nuk e kanë kryer vetëm për shkak të idesë se vaksina e fruthit është një faktor që shkakton autizëm tek fëmia, pra ndalon zhvillimi psikosocial të tij. Në të vërtetë kjo është një ide e gabuar. Kërkimet e reja në shkencë dhe OBSH-ja vet e ka vërtetuar dhe e ka hedhur poshtë idenë që vaksina e fruthit shkakton autizëm, kështu që nuk është as pak problematike kryerja e kësaj vaksine dhe nuk ndikon fare mbi orientimin e fëmijës në kohë dhe në hapësirë. Kështu që apeli im është patjetër që kjo vaksinë të kryhet, për arsye sepse epidemitë e fruthit janë të paparashikueshme dhe në momentin në të cilin ato ndodhin dhe janë prezente, ky virus ka një shpejtësi shumë të madhe të përhapjes dhe pasojat mbi jetën e fëmijës janë shumë të mëdha. Sipas autoriteteve, në rast se fëmijët nuk i kanë të kryera të gjitha vaksinat sipas kalendarit kombëtar të vaksinimit, do të penalizohen duke mos u lejuar të futen në çerdhe, kopësht apo shkollë.